Gjendën e kimisë, klasa e 9, shkalla e 4, tematika ndërveprimet, shtëpia botuese PEGI, Cambridge. Temat mësimore që do trajtohen në mënyrë të përmbledhur janë: tema e parë, faktorët që ndikojnë në shpejtësinë në një reaksioni kimik, dhe tema e dytë, veprimtari praktike, ndikimi i temperaturës në shpejtësinë e reaksionit kimik. Pra, do të trajtojmë një përmbledhje të shkurtër të këtyre dy temave. Tema e parë, faktorët që ndikojnë në shpejtësinë e reaksionit kimik. Konceptet kryesore të trajtuara. Nxënësi identifikon temperaturën si një faktor që ndikon në shpejtësinë e reaksionit kimik. Shpjegon si ndikon temperatura në shpejtësinë e reaksionit kimik, duke u bazuar në ndërtimin grimcor të lëndës. Interpreton paraqitjen grafike të ndikimit të temperaturës në shpejtësinë e reaksionit. Fjalët kyçe që do të përdoren janë temperaturë, shpejtësi reaksioni, goditje të frytshme. Kush janë faktorët kryesorë që ndikojnë në shpejtësinë e reaksionit kimik? I listojmë këto faktorë: përqendrimi i reaktantëve, temperatura, sipërfaqja e kontaktit, natyra e substancave kimike, katalizatorët dhe trysnia në gaze. Në mësimin e kaluar jemi njohur me përqendrimin e reaktantëve dhe në këtë mësim do trajtojmë temperaturën, ndikimin e temperaturës në shpejtësinë e reaksionit kimik. Atëherë, si ndikon temperatura në shpejtësinë e reaksionit kimik? Për të kuptuar si ndikon temperatura në shpejtësinë e reaksionit kimik, shqyrtojmë reaksionin e bashkëveprimit të acidit kloridrik me tiosulfatin e natriumit, ku përftohet kripa e gjellës NaCl plus dioksid karboni plus sylfur plus ujë. Nga bashkëveprimi i reaktantëve përftohet sylfur, i cili turbullon tretësirën. Duke qenë i patretshëm në ujë, fundëron me kalimin e kohës. Matim kohën gjatë së cilës në tretësirë përftohet aq sylfur sa ajo humbet te dukshmërinë e saj, pra gjithmonë tretësira. Përsërisim reaksionin. Por në këtë rast tretësirën e tiosulfatit të natriumit e ngrohim në banjo mari para se të shtojmë acidin. Matim kohën që i duhet sylfurit që të turbullojë tretësirën. Shohim që koha që i duhet sylfurit që të fundërrojë dhe të prish te dukshmërinë e tretësirës është më e vogël se në rastin e parë. Pra, me rritjen e temperaturës, rritet shpejtësia e reaksionit kimik. Si e kuptojnë që rritet shpejtësia e reaksionit kimik? Me rritjen e temperaturës, koha e përftimit të produkteve është më e vogël. Atëherë, si ndikon temperatura në shpejtësinë e reaksionit kimik? Pra, si shpjegohet? Nga ana molekulare grimcore, e ndërtimit grimcor të lëndës. Atëherë, rritja e temperaturës rrit shpejtësinë e lëvizjes së molekulave. Rritet energjia e brendshme e molekulave, pra rritet numri goditjeve të frutshme. Si rezultat, grimcat e substancave produkt formohen më shpejt, pra rritet shpejtësia e reaksionit kimik. Tema 2, veprimtari praktike, ndikimi i temperaturës në shpejtësinë e reaksionit. Atëherë, hapat që ndiqen, lexohet në tekst veprimtaria praktike, ndiqen hapat e veprimtarisë praktike, zhvillohet veprimtaria praktike dhe në fund nxirren përfundimet, konkluzionet e veprimtarisë praktike mbi ndikimin e temperaturës në shpejtësinë e reaksionit. Zhvillimi i veprimtarisë. Shqyrtojmë reaksionin e bashkëveprimit të karbonatit të kalciumit me acidin kloridrik dhe përftohet kloruri i kalciumit, dioksid karboni dhe ujë. Nëpërmjet këtij reaksioni mund të nxirren përfundime mbi ndikimin e temperaturës në shpejtësinë e reaksionit kimik. Reaksioni zhvillohet në 30 gradë dhe 40 gradë. Vëmë re se pavarësisht rritjes së temperaturës, në fund të reaksionit përftohet i njëjti vëllim dioksid karboni, por në një interval kohor më të shkurtër se në rastin kur temperatura është më e lartë. Kjo tregon se me rritjen e temperaturës rritet dhe shpejtësia e reaksionit. Interpretohet grafiku ku janë paraqitur lakoret e reaksionit të bashkëveprimit të karbonatit të kalciut me acidin kloridrik në temperatura të ndryshme. Pavarësisht rritjes së temperaturës, në fund të reaksionit përftohet i njëjti vëllim i dioksidit të karbonit, por në një kohë më të shkurtër. Si detyrë, jepen detyra sipas nivelit të nxënësve dhe me kaq, faleminderit.